fliste zotëria për nismen ligjore që kanë marrë si organizat. Ka një fond... Iniciativë qytetare. Ka një fond, Ministria e Shëndetësisë, për sëmundjet e veçanta dhe të patrajtueshme në Shqipëri. Problemi është, kush i merr këto? I marrin vërtet njerëzit në nevojë? Fëmijët me tumor, po themi të pashërueshëm, nga një familje pamundur financiarisht? Apo shkojnë për trajtimin e qeveritarëve dhe të familjarëve të tyre, po kryesisht të qeveritarëve. Kryesisht të qeveritarëve. Të shkojnë ata, puna është të të mos bëhet e i përdorshëm. vulgarizojmë në këtë sens, sepse ka shumë spekulime në këtë gjë. Mungon transparenca, kryesorja është transparenca. Mungon transparenca, këtu kështë filozofia. Transparenca lë shtek për ta trashur pastaj këtë. Nuk ka një numër të madh sëmundjesh, apo ndërhyrjesh, se shkojmë të ndërhyrjet kirurgjikale, apo terapisht që nuk bëhen në Shqipëri. Ka shumë pak. Dhe një fond i caktuar, i dedikuar për ata që e meritojnë, e zgjidh këtë problem. Se është një numër shumë pak, është një numër... Ne kemi përllogaritur nga 4 milion deri në 10 milion euro në vit, që i thonë 0,06 ose 0,1% e buxhetit. Jo, doktori po thotë që ka sëmundje, shumica janë të trajtueshme me po themi në 100% e sëmundjeve 85% më shumë trajtohen, pra i vend kemi kapacitetin për të diagnozë, për të trajtuar, për të bërë ndërhyrjen kirurgjikale, për të bërë terapinë e duhur, por gjithmonë në bazë të menaxhimit të sistemit shëndetësor, të fokusimit të vajtjes së parave ku ke nevojë. Është e njëjta histori, është gjë më e madhe, por është fiksi buxheti familjar, edhe buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë. Është rast unik mbi tokë që kur është themeluar spitali për herë të parë, që të mos bëhen analizat pas datës 15 në spital të hospitalizuarit. Pra ai që është i shtruar në spital, mjeku në mëngjes shikon klinikën e pacientit, efektin që kanë dhënë barnat dhe urdhëron nëpërmes karteles analizat. Nuk e bën dot pas datës. Po pse nuk bëhen? Se nuk mbaron fondi. Mbaron fondi. Jo, sepse PPP-ja, që kur është hartuar e tillë që është bazuar në të...